2 ditë nga dueli i gjysmëfinal Vllaznia Dinamo i vlefshëm për Final Four, emocionet të rrallë të tifozërisë shkodrane janë të shumta. Arbitri veterani i futbollit Alfred Pavaci, i cili pas një karriere të gjatë sportive në Shqipëri dhe Greqi, aktualisht gjykon në Itali në përbërje të kolegjumit të Ferrarës dhe beson tek fitoria e kuqerbluve dhe kualifikimi. Është një ndeshje për jetë vdekje, sepse kjo ndeshje na çon në finalen për të arritur titullin kampion që e presim mas 23 vjetëve, 24 vjetëve. Fillojmë herë ndeshjen e parë me Dinamon, pastaj vazhdojmë me ndeshje tjetër. Ajo është para rëndësishme për ta kalojmë dilën herë se majna vjet ndeshja tjetër. Kundërshtari i Vllaznisë Mundi Egnatian në finale me penallti duke fituar Kupën e Shqipërisë pas 22 viteve, por si e shikon këtë fakt Pavaci? Mund të jetë ana morale pas që janë tash i Vllaznisë, sepse ndeshja shkoi edhe me suplementari, dhe thonë edhe me shtesë, a kupton, edhe mos pretendojmë që janë i fjetë lullur, edhe mund të përfitojmë në gjallë, por na kena edhe i rezultat tjetër që edhe barazimi mund na kualifikojnë finale. Optimizmi i Pavacit është jo vetëm për kualifikimin e Vllaznisë në finale, por shkon edhe më tej, duke patur besimin e plotë se kuqerblut shpallën kampion të Shqipërisë.